gjatë ushtrimeve, dhe më thonë, dush më konë 100% edhe mbi 100% edhe mos më ja falë vetit gabimet, derisa gjatë performancës live, të me qenë pak ma të relaksume dhe me qenë ma... Dhe me thonë, skena është për ty. Na, gjithë herë, unë po flasë personalisht, kur më ka pa i paniku, ose stres, jo thamë, a e ki punë? Po. A i të edasht? Po. Atë ka shti dikush me zorë. Edhe ma ndevi vetëm e si për para. Dhe me thonë, është ajo lufta me vetën, bisedimi me vetën. Mendoj që vështërsia ma e ma dhe njëtë është kur ti flet me vetën. E ki një zotë brendshëm edhe ti flet me të. Ka ndodhë kjo këshillë e mirë edhe për juve, kur e keni ndë një stres edhe që i thuni vetë, se më ndodhë dhe shpesh, kur e kom një punë shumë të madhe dhe një stres shumë të madhe, thëmë, që i bona vetës, pse i hina kësa i punë, të një vesh nalna e menaj, thëmë, para 5 vjetëve, mi pa thonë vetës, gjithmonë kemi luftu për me arritë të që kjo nivel, të që kjo performance, të që kjo punë e madhe, me stres, që ka rezultatin ka me pa plot njerës, edhe ka qenë ondër e ana, tash kur po afrohet ondra, po thumi, aha, pse që i buna vetë dhe që stresona. A ki stres për këtë recital? Jom e pime, krejt, dhe më thonë. A po, a? Po, kam këtë është emocion, së është përgjithësia e me madhe. E cila ka me nda një skem për një orë vetëm. Kam mysafiri Ujana, një flautiste shumë e mirë, edhe ajo është në drejtimin master të flautës. Oke, du më thonë edhe ajo të njëjtë në kohë? Jo, ajo ka me i luj 2 pjesë, por që është një pjesë ku unë e duna pak me pushu vokalisht, është ligjë një farë mënyre, dhe pjesën tjetër kam e pos krejt vetëm, edhe kam këgjo veprat vështira, janë shumë sfiduse, po që ajo është s'ka duone, me sfidu vetën. A flenë mirë një ditë para koncerteve? Ka raste jo. Ka raste që jo. Ka raste që me 2-3 orë, ose... Po gjumi është ilaçi i zanit, kështu që mundona me flejtë sa ma shumë, po zakonisht është kur ki përgjithësi, është ndryshe. është ndryshe. Mirë, me qëfar të përcjellje je në koncert? Me piano? Me piano. Kësaj here, jam me piano, pasi që është edhe për master. Nuk këm pas jo kohë, se këto vepra cilat i kom zgjedh, datojnë prej shumë vite, dhe me thënë, prej 6 viteve kom fillu me punu me këto vepra. Kanë ardhë gradualisht, nuk kanë ardhë për një ditë ose për një muj që janë punu. Janë mishëru, janë gërshëtu njëna me tjetërën. Këto kërkojnë kohë, se na gjithë ditë pjekemi emocionalisht dhe mandej kjo donë kohë. Mendoj që i ka ardhë koha, dikur dohet me bë një recital dhe me dollë para publikut, me i shurbi popullit tonë, një artë. Ju të regojmë njerëzve ku është, të më thënë, është e hapur për publikun? Po, biletat janë falas, është e hapur për publikun, është në orën 7 të premtë, në mbrëmje. Të më thënë, pas njëse në orën 7, tek amfiteatri i bibliotekës universitare, që i bjen pak për mbi Institutin Albanologjik në Prishtinë, ose përballë restoranit Simfonia. I bjen edhe përballë simfonisë, edhe nëse këshyrin një farmyrë edhe pak si përballë menzës studentëve, po besoj që ka me pas aty kong, arja të mira, edhe për ata që... Edhe shqiptare, edhe për ata që ndoshta nuk kanë një prapavi të kultivimit të muzikës klasike. Për dikon ka njerë duket, mundën me duke veprat klasike të ronda, po arjat janë zakonisht pranueshme për veshin. Këto vepra përgjithësi e mundu me izgjedh dhe ta fërta me publikun, se ne diçka që s'dëgjojmë çdo ditë, nuk mundemi me qenë shumë të thellum në melodi, diçka që është normale. Po diçka që të prek ma shumë, se na jemi një popull që nuk është që kemi dëgju shumë, por që tash po është që gradualisht shumë jemi duke u fuqizu që po gëzona te për shumë për emancipimin që jemi duke e bërë si popull. Po janë disa vepra shumë të këndshme, shumë të lezetshme ashtu, edhe dashur na për veshin e publikut.